Vizita e presidentit serb Aleksandar Vučić në Tiranë të premten e 16 majit në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Evropian ka lëngjuar jo vetëm në planin diplomatik, por edhe në atë sportiv. Plania e tij në kryeqytetin shqiptar ka qenë një moment i rëndësishëm në skenën rajonale, duke reflektuar interesin gjithnjë në rritje të Serbisë për të qenë pjesë aktive e zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor. Por një ditë më pas, në një tubim të Partisë Progresiste Serbe në qytetin e Nishit, Vučić ka dhënë një deklaratë që e ka zhvendosur vëmendjen drejt një tjetër po aq të ndjeshme, ndeshja Shqipëri-Serbi në kuadër të kualifikuesve për Kupën e Botës 2026. Duke folur para simpatizantëve të partisë së tij, Vučić ka bërë një thirrje publikut trajnerit të kombëtarës serbe të futbollit, Dragan Stojković. I emocionuar për praninë e trajnerit në tubim, presidenti serb kërkoi nga ai që të çojë ekipin në Tiranë për të mposhtur Shqipërinë në ndeshjen që do të zhvillohet në 7 qershor në arenën kombëtare. E pash pak më parë dhe tani shoh se është përsëri këtu. Ju lutem, dua trokisni fort trajnerin serb Dragan Stojković, legjendën e Nishit, i cili nuk është fshehur si shumë të tjerë dhe erdhi të jetë me ne sonte. Në qershor ose korrika ai luan atje kundër Shqipërisë për të imposhtur ata, deklaroi Vučić, sipas media serbe Sport Klub. Kjo deklaratë e presidentit të Serbisë i ka dhënë menjëherë një dimension të ri përballjes sportive mes dy vendeve, duke shndërruar ndeshjen në një çështje kombëtare. Pavarësisht se në thelb bëhet fjalë për një sfidë sportive, mesazhet e Vučić kanë ngarkuar ndjeshëm me simbolik dhe emocione që e tejkalojnë futbollin. Shqipëria dhe Serbia ndodhen në grupin K të kualifikuesve për botrorin SBA Kanada-Meksik 2026. Përballjet mes dy skuadrave kanë qenë gjithmonë me peshë të veçantë, sidomos për shkak të historisë të tensionuar mes dy vendeve, e theksuar edhe në takimin e famshëm të vitit 2014 në Beograd, që u ndërprer për shkak të incidenteve të rënda, që atëherë çdo ndeshje mes Shqipërisë dhe Serbisë është më shumë se një ndeshje futbolli, është një përballje që ngjall ndjenja patriotike, rivalitet të fortë dhe ndonjëherë edhe tensione që kalojnë kufijtë e sportit. Kjo është arsyeja pse deklaratat e Vučićit është interpretuar nga shumë si një provokim i shëllimshëm që rrezikon të nxjisë atmosferë të ndezur para dhe gjatë ndeshjes së 7 qershorit. Sfida do të zhvillohet më 7 qershor në orën 20:45 në arenën kombëtare. Pritet të jetë një ndër ngjarjet më të mëdha sportive për vitin 2025. Interesi për këtë ndeshje është jashtëzakonisht i lartë, jo vetëm për rëndësinë që ka në kuadër të kualifikimit për botrorin, por edhe për ngarkesën simbolike që ajo mbart. Masat e sigurisë pritet të jenë të shtuara për të garantuar një mbarvajtje të qetë sportive të evenimentit. Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur përgatitjet intensive për organizimin e kësaj sfide. Ndërkohë, pala serbe në këtë ndeshje do të jetë pa mbështetjen e tifozëve, pasi janë dënuar nga UEFA. Në aspektin sportiv, ndeshja ka rëndësi të jashtëzakonshme për të dyja skuadrat. Shqipëria kërkon të vazhdojë formën pozitive që e çoi në Euro 2024, ndërsa Serbia, udhëhequr nga emra si Vlahović, Mitrović dhe Tadić, synon një kualifikim të rëndësishëm në një grup të fortë. Dragan Stojković do të përballet me presionin për të realizuar objektivin e Vučić, ndërkohë që trajneri i Shqipërisë Silvinjo do të kërkojë të tregojë si skuadra kushëzi është e denjë për të përballur me çdo rival. Megjithatë, pavarësisht retorikës së ndezur dhe rivalitetit të ashpër, sporti duhet të shërbejë si ur komunikimi dhe bashkëpunimi mes popujve. Ndeshja mes Shqipërisë dhe Serbisë është një mundësi për të dëshmuar se edhe mes rivalëve më të fortë, respekti dhe loja e ndershme mund të triumfojnë. Deklaratat politike nuk duhet të erosojnë vlerat e sportit, që në thelb është një festë e garës, pasionit dhe bashkimit. Tirana më 7 qershor do të jetë në qendër të vëmendjes rajonale dhe ndërkombëtare. Le të jetë kjo sfidë një shembull i organizimit korrekt, i garës sportive të ndershme dhe i kapërcimit të dallimeve historike përmes kulturës dhe sportit, sepse në fund të fundit, futbolli është një lojë, por ndonjëherë është edhe më shumë se kaq.